أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. E falenderojmë dhe madhrojmë si çdo herë Allahun e lartësuam. Atë falenderojmë, atë madhrojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë, falje dhe rahmet kërkojmë. Paqja dhe mëshira e Allahut bashkë me selamet, salavatet, lutjet tona qofshin për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Pastaj lutemi edhe për familjen e tij, shokët e tij dhe lutemi për këtë besimtarët e besimtarët, të gjallës së vdekun dhe për ata që do të vinë pas në shërim selam, deri në ditën e Kiametit. Jemi në takimin e 20 së bashku dhe dersët e kaluame kemi folë për ajetin e fundit të surës Fatiha. Folëm disa derse rënë për ghayril maghdubi alejhim waladdallin. Folëm se çka është rruga drejt, folëm se cilat janë prioritetet, edhe folëm se çysh duhet njeriu me vazhdu në këtë rrugë. Ajo që ku me fol në këta minuta përpara juve është vendimi për me qëndru në rrugën e drejtë, ose thënë ndryshe, vendimi për ndryshim, dhe vendimi që u morë në shpinë e Erkam ibn Erkamit. Njeriu të nderuar vëllezër, çdo herë prej kur Allahu e ka kriju është në ndryshim të vazhdueshëm. Madje edhe vetë krijimi i njeriu ka ndodhur në faza. Allahu i lartësuar thot në surën Mu'minun: "Wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin." Ne kemi krijuar njeriu fillimisht prej baltës. Tani thot Allahu: "Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Pastaj atë kemi bërë një pikë uji që kemi vendosur në një vend të sigurt. Dhe pasandaj atë pikë uji, thot Zoti, kemi bërë droçk gjaku. E pasandaj thot Allahu, ja kemi bërë kockat. E pastaj ja kemi mvesh mishin. Edhe në fund thot: "Tabarakallahu ahsanul khaliqin." I lartësuar qoftë Allahu, krijuesi më i mirë. Për me na tërgu neve që njeriu është kriju faza. Por edhe në momenti kur dal njeriu pastaj në këtë botë, çdo herë aspekti fizik i tij ndryshon, nga dita në ditë, nga viti në vit, derisa vjen koha për me lanë dynjan dhe vjen koha me u taku me krijuesin e tij. Këta njeriu nuk e ka në dorë, të nderuar vëllezër. Aspektin fizik nuk e ka në dorë njeriu, po e ka në dorë aspektin shpirtëror të tij. Tash, Allahu ashtu sikurse po ndryshon njeriu në aspektin fizik, kërkon për njeriu që njeriu duhet me ndryshu vetveten në aspektin shpirtëror. Përderisa fiziku nuk po na mbet gjithë i njëjti, po ndryshoj ka çdo herë, ai çdosh me na ndryshu edhe shpirti çdo herë. Ai çdosh me na ndryshu edhe ana jonë e brendshme, sikurse Allahu po na ndryshon anën tonë të jashtme. Dietarët e këtij umeti që janë sikurse pejgamberët të Benu Israilëve, për ka vlerë atyre, për shkak që e ruajnë fen, na kanë trashëguar dinin, kanë thënë e kemi urrejt që njeriu me i kalu 2 ditë njësoj. Pra nëse e djeshmja edhe e sotmja për neve kanë qenë të njëjta, pa asnjë ndryshim, thotë e kemi urrejt jetën e atij njeriu. Për çka jeton ky? Përderisa ky nuk po pranon ndryshim, ky përderisa nuk po ndryshon kur gjë dita e sotme, për asaj të djeshmës, thot për të vdekja është më parsorë. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka qenë në gjendjen më të mirë të mundshme, prap ka lyp prej Zotit të tij ndryshim. 3 herë në mëngjes edhe 3 herë në mbrëmje, pejgamberi alayhis salam thoshte një lutje: "Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sha'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain." O i gjallë, o i përjetshëm që kur nuk vdes, në mëshirën tënde shpresoj, ma përmirëso mua gjendjen dhe mos më le të mbështeten tek vetja ime as sa një mbyllur e syrit. Pra vetë pejgamberi alayhis salam ka thonë çdo mëngjes: "O Allah, ditën e sotme përmirësoma, ndryshoma në një formë më të mirë se sa dita e djeshme." Pra, ky ndryshim që pejgamberi alayhis salam po e kërkon prej Allahut
dhe që Allahu po e kërkon prej neve, në jetën tonë nuk kryen punë vetëm duaja. Mirë po do të më marr disa hapa konkret se si duhet njeriu me ndryshu. Nga se krejt na i dojna frytet e ndryshimit, mirë po rrugën e ndryshimit nuk e dojmë. Kemi qef atë në fund, finalen e ndryshimit, xhenetën e dojmë krejt, po edhe frytet e ndryshimit këtë botë krejt i dojmë. Kënaqshmi kur përmendë për dietarë që qysh kanë falë natën, qysh e kanë arrit devotshmërinë e madhe, qysh kanë agjeru ditën, mirë po rrugën e tyre, që kanë kalu ata dhe i sa janar në atë pikë, nuk e dojmë. Andaj thot njani për i poetve, thot tërgjun në gjete, walem tesluk mesalikehe. Thot po e shpresën shpëtimin, po të s'ja ke mësy heq asaj rrugë. Nuk shkon, thot ti me shpresat e tua për një me, i ki shpresat me ven. Thot tërgjun në gjete, shpëtimin një duke shpresun, kjo shumë e mirë është. Edhe po shpresën që ti me arrit ata, thot inë sefinete, la të gjëri ale ljebesi. Thot, po qysh bëhet ajo punë, anija nuk në të në shkretin. Ti përderisa ke vendos ndryshimin, edhe ke vendos me shpëtu, dije që do të më jam sy detit. Thot, anijen, badihava që në shkretin, ajo jetë njëjtin vend. Besimtari përderisa po do ndryshim, do të më jam sy detit, do të më jam sy kësaj rrugë. Tani në deti, ato i ki baticat, e ki zbaticat, e ki valt, ki me po të lashe, rruga nuk është e letë, mirë po synimi ta letësën një gjatë të tillë. Edhe hala ma mirë për këtë punë atë rëgën Allah i lartësuar. Thëtë Zoti, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. E ai që e dën ahiretin, po jo veç kaq, وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا, munohet shumë për atë rrugë, e jep tërë mundin e tij. Thëtë وَهُوَ mu'min, e ai është besimtar, فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, aty në kam ju pagu mundit tij. Pra njeriu nuk dohet veç me dash rrugën e ndryshimit, po vallahi duhet edhe me jam syje. Duhet edhe me dhon mund për vetës tij. Sikur se tregohet për Sufjan e Thaurin, njëri prej dietarëve të mëdhaj, tha kur vinte darka, një herë hante mirë, ushqehej mirë, me halal, elhamdulillah, i shfrytëzonte begatitë e Zotit. Mirë po kur vinte koha e natës, ja bëjke nefsit vetë, je o ti nefs, je shërë, o ti që ki veç probleme, shërë që mu më sjell veç dame, je me ua kullesu, o ti që pejti je kum pa veç të këqia. Thët kumi, thët qau, po dënë me i shfrytëzu të mirat e Zotit, e nuk po dënë me u të regu falëndërus për to. Edhe mase që binte në shtratin e ti, e largën të shtratin edhe qënë të falë të namaznate. Pra kjo rrugë, dën pak mund, dën pak me u sforcu edhe me fillu rrugëtimin drejt ndryshimit. Kjo që jemi duke e thonë është kogja e zërshme. Nga se njerëzit rëndëm nuk e dojnë ndryshimin. Kanë qef në qatë gjendje në cilën janë. Qëtë probleme ka patë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me mushrikt, e ka patë edhe me popullin e tij. Ata kur ka shku pejgamberi sa me islam, ata nuk kanë dashur me ndryshu, kanë thonë mirë jemi çështë. Pse po na i shon fen ton, e pse po na i shon të partë ton, e pse thot po na i shon dinin ton. Nuk e kanë dashur ndryshimin që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka paraqitur atyre. Andaj pejgamberi sa kur i thirr ata herën e parë, kur e bën shfaqjen haptase të islamit, mas 3 viteve që pejgamberi sa ka thirr fshehur azi, del pejgamberi sa në kodrën Safa. Edhe i të bën krejt kabilet, krejt fiset me kazve. Edhe kur del pejgamberi sa në kodrën Safa, i thot, o jo popullim, çka nëse ju them unë, që mas kësaj kodrë po vjen një ushtri me ju sulmu, a kishet me mbesu? Ata i thonë, po se ti nuk e ke një kur, ti je el emin, ti je i sinqerti. Atëherë thot pejgamberi alayhis salam, unë po ja u tërheq vërejtjen për diçka më të madhe se kjo, për zjarrin e xhehenamit. Në atë moment, migja i tij, Ebu Lehebi, e thot një fjalë. Thot tabban lak. Ali hadha jama'tana. Thot tu thafshin durt, pa për këto na të bove. Pra njerëz që nuk e kanë dashur ndryshimin, njerëz që nuk kanë pa çef me ndryshu veten e vet, tu thafshin durt, pa për këto na të bove, derisa Allahu shkaku i kësaj fjale e zbret surën Tabbat yada Abi Lahabin wa tab,
ju thafshin duart e Ebu Lehebit dhe u thaft në gjithçka. Kështu që në mesin e këtij populli që nuk pas ka dash ndryshim, të nderuar vëllezër, ju kanë do djemtëri. Ju kanë disa djelmosha që Allahu i ka frymëzu për ndryshim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam moshën 40 vjeçare ka fillu thirrjen, edhe i ka ardhur vahje, ka fillu thirrjen fshehur azi. Allahu i ka inspiru disa djemtëri për me ndryshu. Njani për tyre ka qenë Arqam ibn Abil Arqam. Një sahabi që muj me thonë që populli unë shumë pak e nje. Edhe shumë pak flitet për të, po që është prej sahabive më të mëdhej edhe prej sahabive më të hershëm. Ky Arqami, kur e ka pranu Islamin, i ka pat veç 15 vjetë. Mirë po, historia ati është mahnitse. Fillimisht, ky është i shtati që e ka pranu Islamin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pari që pranon Islamin prej tij është gruaja e tij Hatixha. Tani Ebu Bekri, i tretë është Aliu, prej fëmijëve, i katërti është Osmani, i pesti është Talha, i gjashti është Zubeiri. Edhe i shtati është Arqam ibn Abil Arqam. Ky Arqami e ka pas shtëpinë në kodrën Safa. Edhe u kanë prej fisit Banu Makhzum, që unë kanë fisi që kanë pat mas shumë të urrejti ndaj pejgamberit a.s. Po kanë pat urrejti ndaj fisit Hashimit, që u kanë pejgamberit sëmi ati fisi. I qëti fisi u kanë edhe Abu Jehli. Tash, pej të pagëve ose i vetëmi në atë kohë që ka pranu Islamin për këti fisi, ka qenë ky Arqami. Ky përveç e pranën Islamin, ky e bën një gjest madhështor. Shtëpinë e tij ja lën dorë pejgamberit a.s. 3 vjet pejgamberi a.s. ka thirrë fshehur azi në shtëpinë e tij. Në shtëpinë e tij e pranon Islamin Omeri, në shtëpinë e tij e pranon Islamin Hamza. Në shtëpinë e tij banë musliman, 40 musliman të parë e pranojnë Islamin mrena shtëpisë së këtij djaloshi. Edhe ka dhënë një mund të madh për Islamin, edhe ka dhënë një mund të madh për këtë din. Pejgamberi sa me ka lënë si vend strategjik, për shkak që ka qenë edhe nga çobës, edhe nuk i ka rënë syt njerëzve të fortë, e kanë pat afër ujin Zemzem, po edhe për shkak që mushrikat nuk kanë dyshuar që pejgamberi alajhissalam shkon tek shtëpia e njëri prej armiqve të tij. Tash në këtë shtëpi pejgamberi alajhissalam i ka mësuar sahabët çysh me u ndryshu. Edhe një mend ndryshimin e madh që kanë përjetuar sahabët nuk ndodh me përjetuar dikush tjetër përveç tyre. Kjo pra, nga sa ata e kanë pranu pika e parë se kanë nevojë për ndryshim. Jo sikur se mushrikat. E që kjo sfidë është shumë e madhe pasha Allahun edhe tek na. Problemi më të madh kemi me e bin dikën që ki nevojë me ndryshu. Nuk është problemi më të ndryshimit i tij. Problemi më i madh është me e bin dikën që ka gabim. Me e bin dikën që duhet me hiq dorë për kësaj cilën një, e këta e kanë bë dhe sahabët. Këta përmend Allahu në Kur'an, thot kalla innal insana la yatgha. Thot asesi, thot njeriu me të vërtetë din me i kalu kufit. Kur ndodh kjo Zot? Thot arra'ahu staghna. Kur të sheh veten të vetë mjaftueshëm. Kur e sheh njeriu veten që s'ka nevojë për kërkon, kënaqet fort me çat gjendjen që e ka, ky din mi kalu fort kufit. E besimtari nuk është i tillë. Besimtari çdo herë e din që ka nevojë për ndryshim. E sahabët e kanë pranuar kur kanë pas nevojë për ndryshime. Është i njohur rasti kur pejgamberi sa më kanë të nejtë me shokët e tij, edhe hin një njeri në xhami. Hin i fal 2 recate, po i fal shumë shpejt. Edhe vjen tek pejgamberi alayhisalam i jep selam, pejgamberi alayhisalam i thot wa alayka salam, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Thot kthau fal edhe një herë se ti nuk u fale. Pa ju fal, mirë po u fal me një shpejtësi jashtëzakonisht madhe. Pejgamberi sa më thot ktheu fal edhe një herë se si fal. Kthehet ky sahabi apet falet në njëjtën formë. Apet kthehet tek pejgamberi sa prap një tat fjalë. Thot irji' fa salli, ktheu edhe një herë falu se ti nuk u fale. Herën e tretë sahabiu i thot disa fjalë. Thot walladhi ba'atha bil haqq. Pasha atë që të ka thënë ty me të vërtetën dhe me hakun, ma uhsinu ghayra hadha. Unë s'di më mirë. Çështo në di? Fa'allimni, më mëso mua.
Kjo fjala fa'allimni që ta sikur se e ka prit pejgamberi e som që këmi ja thonë ati. Fa'allimni, mësë mua. Tash pejgamberi e som ja merë thët, ullu këtë. Thët, kur ngritë është ka kibla, e ti ngritë thët duart lartë të këmirin të merë të këbirin fillestar, thët këndo ka dala që edhin për Kuranit. E pas andaj shkon ruku i qetë, dhe pas andaj bërë sejdën i qetë, ja e këshillat pejgamberi a.s. Por neve po na interesën kjo pjesa, fa'allimni, me mësë mua, so nuk di ma mirë. Që kjo shprejha me mësë mua, është ka gjas sfidë për muslimant e këtij zamani. Nuk mujnë me thonë bashkollaj nuk di. Nuk mujnë me thonë bashkollaj valla mësëm. Mirë po kjo nuk ka qenë sfidë për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edim Khalid ibn Walidin, shpatën e Allahut. Kur e pranon Islamin Khalid ibn Walidi dhe shkon në Medinë te pejgamberi alaihi ik prej Mekës, gjën e parë që e bën, masi që e pranon Islamin, e lyp Salim ibn Abdillah. Ky Salimi ka qenë janë për sahabëve që ka qenë shumë i dhanën mas Kuranit. Bile llogaritet për aty në pak sahabëve që kanë qenë hafiza në të gjallë të pejgamberit alayhi salatu wassalam. E ka ditë këtë Kuranin përmendsh, hala pa vdek pejgamberi alayhi salam. Edhe ky shkon te Salimi, Khalidin. Edhe i thot, o Salim, ju marrë thot me mësu për i teje, sefte po shkon, mas e ka pranu Islamin, thot ka marrë me mësu të këte surën Mudaththir. Surja Mudaththir, përveç aty në 7 ajete që kemi përmena që janë të cilësisë së thirrësit, pas andaj fol për Walid ibn Mughirën, për babën e Khalidit. Edhe fol për të, edhe Allahu e mallkon atë. Po ta shikoja Khalidi që u shku për lyp e këtina. Po thot, mi lexo ajetet që Allahu ma ka mallku babën me to. Salimi indikum për asoj që ka mësu për pejgamberit, a i sëmë thot, o Khalid, Kurani është shumë i gjanë, ka shumë sen e tjera së më janis për to, pritë se i vjenë rënë edhe kësaj. Përgjigja e Khalidit është breslance. Thot, la, inna fi nafsi shay. Thot, jo se diçka nefs këm që unë vynë me pastrun që të pikë. Jo thët se këm nevoj me hjek diçka për nefsit tem. Pro shikoj e qysh ju ka qasë sahabiju ndryshimit. Fatkecia të na që ty në temav, që të na kem diçka në nefsin ton, na i ikim. Nëse jemi asë njerë që përgojojmë, kemi qef hiq mësë na folë për përgojimin. Nëse jemi asë njerë që jemi të dhanën pas dënjas, kemi qef që mos me qëllu asë në qatë ders. Kemi qef që nashta mos me naj përmen hoxha hiq. Kemi qef që mos me ledzu për të pse, se po na prek. Mirë po sahabt, kër e ka po që po ja prek nefsin e ti, ka thonë, inna fi nefsi shay, unë në nefsin tim, kom diçka që më do të me pastru. Nisja ledzë ti, e unë e ledzëj mas teje. Edhe vazhdon, Salimi e ledzën ajetet që Allahu thot, dharni wa man khalaqtu wahida. Dhe më le mua vetëm atë që unë e krijova të vetëm. Wa ja'altu lahu malan mamduda, dhe i dhash pasuni të shumt. Wa banina shuhuda, dhe evlat e tij ja bana dëshmitar. Wa ja'altu lahu tamhida, dhe unë i dhash atij me të gjitha mundësit. Edhe ai shpreson që ku me i dhan hala më shumë. Vazhdon Allah thot, kalla innahu kana li ayatina anida, ai këtyre ajete ja ka kthy shpinën, sa urhikuhu sauda, do ta djegi me një dënim të ranë. Thumma nadhar, vazhdon pasandaj ajete, dhe pasandaj shikoj, dhe pasandaj shikimin e rrotulloj, dhe tha kjo është vetëm magji për Kur'anin. Sa uslihi saqar, fakutila kayfa nadhar, i mallkum qof se si mendoj. Këto këtu ka të bëj për babën e Khalidit. Mundi me paramnu gjendjen e një njeriu që lexon këto ajete duke e ditë që për qëllim është baba i tij. Mallkuar qoftë se si mendoj. Thumma qutil, edhe një herë mallkuar në qoftë. Sa uslihi saqar, do ta djegë në dënimin më të rënd të xhenemit. Pe çtyshit ja ka nisaj. Pse nefs kam diçka që do të më hiq. Kjo është shumë e rëndësishme, edhe kjo bën dallimin mes neve edhe mes sahabëve. Abdullah ibn Omeri e nini edhe kemi përmend kohë shpesh sahabin e pejgamberit alayhis salam, i cili e ka pat një rob shumë e vlerë. Sklav, rob, mirë po, përveç që e ka pat ky rob, e ka pat edhe shok.
hala ma mire ka pot edhe nxënës, ka qenë Nafia. Nafiu e ka marrë krejt diturinë e zotërisë ti Abdullah ibn Omerit. Bile kë Nafiu masandaj bëhet njëri për mësuesave të Imam Malikut. Imam Maliku, kur e transmeton prej Nafiut, e prej Nafiut, prej Abdullah ibn Omerit, kanë thënë dietar që ky është zinxhiri më i sigurt i transmetimit. Se këtë këta janë thika të besueshëm, edhe këtë këta janë njerëz që e kanë pasur përder dinën e Zotit. Me rëndësi ky Nafiun e ka dashur shumë. Halifja e asaj kohe, shkaku i diturisë të madhe që ka pasur Nafiu, po shkon te Abdullah ibn Omer dhe po i thot, që ku i ki 12.000 dinar. Meri e veç ma jep mu Nafiun, jo marrë me e ble. Ma jep thot mu Nafiun për veti. Abdullah ibn Omer i sheh dinart në tavolin, kese, edhe kujtohet pak edhe thot, jo o prisi besimtarve. E njeh dikon që ka dhënë hala më shumë. Ma ka pagu ma shtrejt. Thot, kush është ai që jep ma shumë se sa 12.000 dinar për një rob? Thot, e kam dëgju Allahun duke thënë, lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dhe ju s'keni me arrit devotshmërinë e lartë derisa të jepni çata që e doni. E kur i pash 12.000 dinar këtë në tavolin, peqit i momenti po dëshmoj se Nafiun e kum liru për hatër të Zotit. Pse kjo? Se kjo e ka prek në nefs. Tani duhet me ndryshu këtë. Kjo e ka prek në shpirt, momenti kur i ka po dinar në tavolin, ka thonë, pejtash, po e liroj Nafiun për hir të ftyrës Allah. Këta kanë ba sahab dhe këta kanë ba ata bura të mlaj. Tjetra, për me ndryshu, përveç që duhet me pat gatishmërinë dhe me pranu që i gabim, duhet me pat edhe guxim për me ndryshu. Plot për njerëzve din që janë gabim, po ju mungon guximi. Ata hala mendojnë kur me janis. A e din që kohët e namazit e ka përbërsh me i fal, po shkon të i shty. Janisi për nesrit, janisi për Ramazanit, janisi për tjetrit vjet, i mungon guximi. E feja, dini jon është din për burra. Nuk është din dhe nuk është fe e frikacakme. Përkundrazi, feja jon ka lyp trimni. Muni me paramnu trimnin që ka pot Erkami, një 15 vjeçar, kur e ka lëshu shpin, pejgamberit Alisam ka thonë, jo veshti, po ketë sahab të hajde në shpin tem. Muni me paramnu trimnin e Bilalit, kur e ka pranu Islamin kundër zotërijës së tij, që u konë zotëniju i fisit Beni Gjumah, fisi ma me famë në Mekë, po Bilal e ka pranu Islamin edhe nuk e ka vetë hitë zotërijën e tij. Me kënajt ata me e prit, çka po më thot zotëniju jam, kur se kish pranu. Mirë po sahabët e kanë pat guximin për me ndryshu. Tash edhe kjo sfidë për neve sot. Shumë për vllazëve musliman kanë që me ndryshu, e pranojnë që nga gabim, po ju mungon guximi. Frika ja ka mbulu zemrën, persona të tillë nuk mujnë me ndryshu. Kjo vonesë që këta shkojnë të e shty, kam i kushtu pasandej. Pejgamberi sa në betejën e Mu'tës, kur i nis sahabët kundër disa fisëve arabe në veri të tokave arabe, edhe i nis sahabët me luftu kundër atyre, po e cakton komandantin. Mirë po kësaj herë pejgamberi sa nuk me cakton vetëm një komandant, po i cakton 3, që s'ka qenë diçka e zakontë që pejgamberi sa e ka vepruar. Ka thonë i pari komandant, ka thonë le të jetë Zejdi. Mas ti, ka thonë le të jetë Gjafer ibn Abi Talib, për djalin e miqës vet. Mas ti, ka thonë le të jetë Abdullah ibn Rawah, e mas ti, ka thonë kush të doni. Sikur po sinjalizon pejgamberi sa që ta 3 kanë mu vra. Se tek po e cakton mas këtij, edhe po dhe të mas tyne 3 le të merr kush don, sikur po ja bën me dije që këta 3 nuk kthehen. Edhe nisin këta marrin flamurin qysh ja ka besu pejgamberi sa Zeidit. Edhe tash Abdullah ibn Rawah po e shikon me sytë e tij çka po ndodh në luftë. Kur e sheh Zeidin të gjakosën, edhe e sheh që e kishin pasgju me shtiz, edhe e sheh flamurin që ranë në tokë, vrapon e merr Gjafer ibn Abi Talib, djali i Axhës pejgamberit alayhis salam. Shkon e merr Gjaferi flamurin me majt, ashtu që ka urnu pejgamberi alayhis salam. Ky Abdullah veç po shikon një herë, se për din që kam i ardhur rendi, edhe ati.
Kur e shet Gjaferin, thot, e ka pa të flamurin në dorën e djathtë, thot, ja prejtën krahun e djathtë. Thot, e mban të flamurin me të majtën. Thot, kur ja prejtën edhe dorën e majtë, e mban të flamurin me mjekrën e tij, në gjoksin e tij. Derisa thot, edhe ata mbytën. Tash këtë po na intereson neve, këtë është ajo pika që na po na intereson në ders. Kur mbytet Gjaferi, flamuri bjen tokë. Tash Abdullah ibn Rawah ndalet e kujtohet pak. Shejtani i bën cytje. Thot, nëse shkon e merr flamurin, ki mu mbyt. Se pejgamberi sa më tha, mas teje le të merr kush dojnë. Edhe për një kohë po mbetet flamuri në tokë. Derisa ky kujtohet qysh me ja bë, atëherë arabët për poezi kanë qenë çdo herë në kulmin e oratërisë, thot aqsamtu ya nafsi la tanzilanna. I drejtohet nefsit tij. Thot pasha Allah në nefsi jam, ki me vepru çka të them unë. In lam tuqtal tamut. Po nëse po pështoj që sot për i shpatës, nesër nuk shton për e gjelit. Ki me vdek, edhe shkon e merr flamurin, edhe ky vritet, ashtu që shka paralajmëru pejgamberi alayhis salam, edhe besimtarët fitojnë. Me rëndësi në ngjarjen, po ja përshkruan pejgamberi sa për i Medinës sahabëve hala pa i ardh lajmi. Qa ditë që ka ndodhur lufta tani pse kanë qenë me mira kilometra larg, pejgamberi sa po i thot sahabëve, vdeq Zeidi, jam duke e pa shpirtin e tij duke shku për në xhenet. Vdeq thot Gjaferi, thot në vend të krahëve të tij, Allahu ja ka zëvendësuar disa krah me të cilat fluturon në xhenet ka të dënaj. Kur vdeq thot Abdullah ibn Rawah, ky thot është 500 vite më poshtë. 1 grad më poshtë. Pse ja Rasulullah? Thot, po heziton. Po heziton, këti i ka dole kohë me knu vjershë. Nuk u kanë koha për me knu vjershë. Ky thot, po mendohet, nuk u dash mu mendu atë. Aty është lyp guxim. Thot, 1 grad më poshtë, ta 1 derexhe, 500 vjet thot është më poshtë, se sa ata dy të partë. Këta, pejgamberi alayhis ka tregu sahabëve që na duhet me kanë umet që frikën e vendosin poshtë kanëve tona. Andaj Khalid ibn Walidi i ka thënë atij komandantit pers, jam duke ardhur me disa njerëz që më shumë e dojnë vdekjen se sa ajo që e don jetën. Këtë punë e bën imani e mbush njeriu me guxim. E keni ditën edhe që u ndalu edhe alkooli, 4 faza që për mos me zgjat, 4 faza të ndalimit të alkoolit. Në fund, kur ka zhyt ajeti i fundit që ndalon alkoolin, çka ka thënë Aisha? Pasha Allahun, a dit nuk ke pat ka ecë rrugëve të Medinës, vetë se është dash me ngre fustanella të lartë. Pse? Shkaku i alkoolit të madh që u derë në rrugë. Kush e bën atë punë? Imani i thellë që i ka prek zemrat e tyre. Deri në atë moment e kanë pi alkoolin. Zbriti ajeti tha, mos e pini, jepni fund. Ju ndalë dhe i kanë derë dhe ato burët e mëdha me alkool në rrugë, saqë nuk e pat ka kalën pi alkoolit të madh që e kanë pi arat. Këtë ndryshim, kush e bani? E bani guximi edhe bindja e madhe që ata e kanë pat tek Zoti. Edhe tjetra dhe e fundit që po përmendem për sot, për me ndryshu, njeriu do të me pat rreth. Do të me rrethu veten me njerëz që i ndihmojnë në ndryshim. Omeri, radiallahu anhu, e ka pat një dost për qefi, një shok të tij. Po ky shoku i ka udhëtu në toka të rëmakë, i ka shku larg. Kur po pyet Omeri për të, po i thojnë, mos pyet për të, Allahu e mallkoft. E ka lanë thot namazin, ka fillu thot me pi alkoolin, edhe gati vetë sa s'po i thonë e ka ndruar dhe fen. Ka deviju. Atër Omeri e merr një letër dhe shkruan. Prej Omerit, prisit të besimtarëve, thot tek shoku i tij. Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, tanzilun min Allahil Azizil Hakim. Ghafiri dhanbi, wa qabili tawbi, shadidil iqabi dhit taul, la ilaha illa huwa ilayhil masir. 3 ajete edhe me që ka shpe përfundon letrën. I bjen Hamim, ky Kur'an është i zbritur prej Allahut, tanzilun min Allahil Azizil Alim, prej Allahut që është fuqiplotit, i diturit. Ghafiri dhanb, Allah është falës i gjunahet. Qabilit taub, ta pranon pendimin. Mirë po jo veç kaq, shadidil iqabi dhit taul, edhe dënimin e ka të rëndë.
La ilaha illa hu, nuk ka zot tjetër përveç tij, ilaihi al-masir, tek ai është kthimi. Çikaç, hiç më shumë nuk po zgjat letrën. Kur I shkon në letra edhe I thot atij postierit, thot kur të shkojsh tek ai, nëse e gjen të dehur, mos ja jep letrën derisa të këndellët. Mos ja jep letrën derisa të këndellët. Thot kur e ka marrë ai ka lexuar letrën, ka filluar me çajt. Edhe thot, o Allah, ti e pranuesi I pendimit, falës I gjunaheve, mirë po edhe dënimin e ki të rand, po pendohen atë këti. Edhe kthehet prapë në Islam, edhe I kthehet prapë punëve të mira. I thot Omeri shokëve të vet, kur të shihni dikën që ka deviju, edhe ju veproni në çet formë që veprovan. Pra, kush e shtyti këta me deviju fillimisht? E shtyti rrethi I tij, se ka shku me një rreth që nuk u ka një hajrit. Mirë po edhe kush po e kthen prapë në din, po e kthen dosi I tij, po e kthen këshilla e Omerit radiallahu anhu. Andaj, shikoj sahabë në shtëpinë e Arkamit, kanë qenë një grush njerëz, 40 veta. Kur ju kanë anku Ebu Bekrit për shkakun e zullumit që ja bojnë mushrikët atyne, Ebu Bekri I jep të vullnet, se Ebu Bekri ka qenë inspirum pe pejgamberit alayhis salam. Edhe I thoshte, vetë sahabë I thoshte, mos I mallkoni pa besimtar. Pse? Ka thonë shpejt edhe këta kanë me pranu Islamin si jo. Se Allahu ka thonë kjo fe ka me arrit atje ku arrin lindja edhe perëndimi. Mos I mallkoni thotë se këta kanë u bos shpejti vëllezërit tuaj në Islam. Ku kanë shpinë e Arkamit 30 besimtar kundër një qyteti të tërë, kundër kabileve fisëv, mirë po s'kan ditë mu demoralizu. Pse? Rrethin e kanë pot në atë formë, sa që e kanë bajt njëri tjetrin në dinë. E përmenom Omerin pak më herët. Çka ka shtyt Omerin me u shoqëru me Ebu Bekrin? Komplet tipa ndryshëm kanë qenë. Ata në xahiliet nuk kanë qenë bashkë. Mirë po, çka I shtyti ata mu bë bashkë? Omeri ka lakmu të Ebu Bekri veç diçka. Gradën e tij që ka po tek Zoti, edhe shoqërimin e tij që ka po tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe kur shkuaj njëri te Ebu Bekri ka thonë te Omeri, edhe I thot o prisi besimtarve, nuk kum pa njëri më të mirë se ti. Omeri ja bën, a ke njoft Ebu Bekrin? Ai thot jo. Thot nëse kishe me thonë që e ke njoft, kisha me të rreh me shtakën teme. Kisha me të rreh me shkupin tem, se po shpif, se pasha Allahun sytë e mi, nuk kam pa njëri më të mirë se Ebu Bekri. Që kjo e ka bo që Omeri më u shoqëru me ta. Që kjo ka bo tani edhe Omerin e ka ngrit. Ani pse ata kanë qenë shok, edhe kanë pas mosmarrëveshje, mirë po e ka shty më shoqënu shoqërimi që ka bërë me pejgamberin alayhis salam. Andaj edhe përmendet në transmetim të Buharit, transmetimi sahih, se pejgamberi se Ebu Bekri ka pas në ditë mosmarrëveshje me Omerin. Edhe ju në shty diçka me zveti, derisa Ebu Bekri e lën edhe shkon tek pejgamberi alayhis salam. Edhe po sa hin brenda, pejgamberi son momenti kur e shef fytyrën e Ebu Bekrit, I thot ma waraak. Çka ka ndodhur? Ai thot asgjë I dërguar I Zotit. Pejgamberi son thot ma waraak ya Abu Bekr. Fytyra s'po të thot këta që jetë të thon. Diçka ka ndodhur. Edhe thot ka ndodhur diçka mes meje edhe mes Omerit. Wa inni wallahi adhlam. Mirë po pasha Zotin, unë I kum po zullum më shumë se sa ai që më ka bë mua. Atë pejgamberi ai sa më thot ja. Qohet e kap Ebu Bekrin për dorë edhe shkon tek shtëpia e Omerit. Do të hajde me mua. Edhe kur shkojnë tek shtëpia e Omerit, nuk e gjajnë Omerin aty. Thojnë ka shku tek shtëpia e Ebu Bekrit me I kërku falje çka ka ndodhur. Edhe kur takohen këta në rrugë, Ebu Bekri edhe Omeri dy të binë gjojnë edhe përqafin njëri tjetrin, derisa pejgamberi alayhis salam I drejtohet Omerit edhe të tjerëve. Edhe thot një fjalë që ta rënqeth trupin edhe ta rënqeth zemrën. Thot, hel entum tarikun li sahibi? Thot, a ka mundësi me malan rahat shokun tem? A ka mundësi thot me malan rahat dostin tem? Edhe përsëri 3 herë. Thot, kur jo I drejtohet Omerit, keni thonë gënjeshtar, thot, ai ka thonë ti Rasulullah. Kur jo thot keni përzan, ai ka dhënë pasuninë e vet. Kur jo thot më përqeshit, ai thot ka afru afër krahërorit vet. Thot kullu bab ila al-masjidi tughlaq illa bab Abu Bekr. Krej dyert që
qojnë në xhami, që kanë qenë të shtëpive të sahabëve, do të mbyllen veç një derë ka me qelë. Thot ka me qelë dera e Ebu Bekrit. Që kjo lidhje e Ebu Bekrit që ka pas me pejgamberin a.s. Që kjo lidhje e ka ngrit edhe Omerin. Sa që edhe në të gjallë nuk ju kanë da atyre, po edhe sot, kur shkon haxh ose numre, e sheh afër tyre të varrosur, e sheh edhe Omerin, radiallahu anhu. Pse? Se e ka rrethu veten me njerëz që imanin e kanë shumë manal që saj. Andaj, nëse dojnë ndryshim, kusht i pa tjetër, edhe që nuk bën asnjëse me anashkalu, është me rrethu veten me njerëz që për dertë dhe për gajle e kanë imanin tonë. Andaj është detyrë edhe sfidë e jona për me u ndryshu, dhe për një ndryshim të tillë duhet me vepru ashtu sikurse na ka mësuar Allahu dhe sikurse na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky ndryshim vazhdon deri në vdekje, sikurse Allahu i thot pejgamberit alayhis salam: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin", dhe adhuroj Zotin tënd derisa të vijë vdekja. Lutem Allahun që na mundësu me ndryshu në çdo ditë të jetës tonë dhe e baft ditën më të mirë të jetës tonë, ditën kur do dalim prej kësaj dynjaje ya rabbel alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.